Po do m'ja tregu një video edhe m'ja bo një pyetje, faktikisht 2 pyetje direkte. Ju kisha lut shumë me pa videon edhe mu përgjigj në pyetje se shumë është për interes të publiku të me tutje përgjigjet e juve dhe se qysh i qasin ju që saj teme. Zonja Naile, çfarë karin po bëni këtu? Po lajmi nesër, ç'ishë? Për ju që se dëgjut, kjo e pyet zonja Naile çfarë po bëni këtu, pa shtuat fjalën që ajo po përdor dhe ajo i thot po laj enat, ndërsa kjo i thot ti laj nesër pa shtuat fjalën që kjo e përdor. 2 pyetjet janë kështu, patjetër që prindi po pse është ardhur deri në këtë pozicion dhe pse nuk reagon zonja, gjyshja, nana, çka do që e ka, me një herë, po e lijon një gjë të tillë me ndodh. Edhe dyta, a është edhe tabu tek shqiptarët me pranu që të ka dalë fëmija pi kontrolla dhe me qute ndonjë psikolog, ku ta di unë, njerëz që kanë përvojë me fëmin, me sjelljen e fëmijëve kështu me radhë. Çka mund të jetë arsyeja që ndodh diçka e tillë dhe reaksioni është pothuajse zero?